Aventura e Cristian Aslanit te Torino, ku është i uazuar nga Interi, mund të mbyllet më herët se sa ishte parashikuar në fillim. Sipas raportimeve nga Italia, mesfushori shqiptar nuk ka bindur me fanelen granata, pavarësisht se ka regjistruar 15 paraqitje, shumica prej tyre si titular. Në orët në vijim priten zhvillime të rëndësishme lidhur me situatën e tij, ndërsa klubi i Torinos po mendon ta largojë që në janar. Në rast të një ndërprerjeje të menjëhershme të kontratës, mesfushori mund të rikthehet te Interi. Klubi zikaltër zotëron kartonin e lojtarit. Para transferimit te Torino, Aslani ishte në radar edhe të Bolonjës për një transferim. Ai u bashkua Torinos gjatë verës në formë huazimi me pagesë. Shuma e huazimit ishte 1.5 milion euro. Marrëveshja përfshinte të drejtën e blerjes. Opsioni i blerjes ishte i fiksuar në 11.5 milion euro.